Televizionit është prehur që do preferonte më shumë të jetonte me vjerën se sa të merrte në shtëpi një pastruese filipineze. Si mendoni ju për këtë? Që nga pak e Si do vëra ndjeshit tash ju më tem nëse gruaja juaj do thonë që më mirë të jetoj me vjerën se sa të marrë një pastruese? Domethënë, në një Ikra, farë mënyrë e shikon vjerën si jo, pastruese. është kjo ndodh ndonjëherë se bëjnë edhe për show dhe varet mënyra e të thënurit të gjës, sepse shumica dhe sidomos figurat e njohura televizive bëjnë ne shohim spektaklet që janë, bëjnë gjithçka për show. Domethënë dalin nëpër mediat e ndryshme dhe bëjnë, domethënë me deklarat marrin shumë klikime. Dhe ndonjëherë nuk duhet marrë e vërtet, sepse duket edhe pak e kështu, si të thua është pargjykim. Pargjykuese të thua që unë s'marr një punojse nga X një vendi të caktuar, por më mirë jetoj me vjerën. Por dhe ne ka, po ta duket si ndonjëherë çështje besimi tek vjera ose domethënë se sa, po në krahun tjetër paragjykon dhe thotë unë s'marr një pastruese nga X vend. Shërëndësi ka se nga Filipinet apo nga vendet e tjera të mendoj që thjesht e ka thënë për show, nuk është se është totalisht deklarat për show. Për ju, si është më mirë që një çift i ri të jetojë me prindrit e burrit ose të gruas apo të jetojë me vetën? Atë. Nëse flasim për një familje të shëndosh, pak rëndësi ka se me këtë do të jetoj. Thjesht ajo çfarë do të jetë në një familje, do të jetë pikërisht komunikimi. Nëse është komunikimi mes familjes, patjetër nuk ka rëndësi nëse është me vjerin ose me vjerën. Unë shikoj edhe tek vetja ime. Nëse gjërat i ndahen që në fillim, do thua që këtu secili ka vendin e vet. Nuk jam ende me partneren, e kam një partnere, po jo, si të thuash, nuk jam në shtëpi me ta. Por të gjëja kam thënë, unë nuk i ndaj prindja, kam thënë që në fillim, po pranon si mirë kuptim, jo kush, nuk është kush, por thjesht nuk e gjet mirë kuptimin. Secili ka vendin e vet dhe pikërisht kjo nuk ndërhyr askush. Ka rënë dakord ajo? Po. Parimisht po. po. Ajo nuk do binte dakord. Si do vionte marrëdhënia juaj? Nuk është të nda ajo do mundohesha për ta bindur sepse unë nuk kam një vëlla tjetër, kam vetëm një motër. Dhe kjo është unë s'mund t'i lë prindrit, e kupton t'i lë tani të thuash jashtë sepse po vjen dikush. Thjesht do gjej mirë kuptimin, do mundohesha për të Nëse edhe partnerja juaj do dëshironte të jetonte me prindrit e saj. Unë të them diçka që problem të jetonit me prindrit e partneres? Atë. Unë jetoj në një zonë që burrat shkojnë në shtëpinë e grave. Do thonë, burri shkon në shtëpinë e gruas, jetoj në Çirokastër dhe në zonën e minoritetit grek. Jetoj në Dropë. Dhe aty, do thonë, shumica, për mos thënë të gjithë banorët, do thonë, burri ka shkuar në shtëpinë e gruas. Nuk e di pse thjesht ky brez i ri, sepse brezi të rinj e sotëm janë larguar drejt Greqisë apo drejt vendeve të tjera dhe ata nuk e di se si funksionojnë jashtë. Kurse ata aty, flasin prindrit ta nga mosha apo gjyshit ta flas për nga mosha që ata kanë, ata ja kanë shkuar burri në shtëpinë e gruas. Por ndoshta është në bazë traditave të tyre apo zgjedhje, por mendoj që thash duhet gjetë një konsens, askush nuk do që t'i lë prindrit me njëri. Ndonjëherë varet se si shikohet për mirë, se sot po ti shikosh shumica njerëzve ndërhyjnë edhe bet në një shtëpi, fut hundët se domethënë vjera nga dyja flas krahët. Por prandaj thashë duhet gjetur mirë kuptimi, sepse nuk është çudi që të jetojë edhe mashkulli në shtëpinë e femrës. Nuk është asnjë lloj gjë, por thjesht duhet gjetur ai mirë kuptimi që askush mos fut hundët atje ku si takon. A nuk duket kjo si një lloj interesi ndaj vjerave për të bërë punët e shtëpisë? Po, edhe është të rregulla janë të ndërthura, kuptohet, se është jeta e tij. Gjithmonë, me prindin nuk ka interes, me fëmijën nuk ka interes, por ama në fund të fundit, jeta është e tij, është interes. Pra, duhen disa gjëra, edhe janë të nevojshme, pse është jeta e tij. Diçka kur nuk e interes të duhet. S'të bën përshtypje. Po nëse një nuse do duhet që të kujdesej për vjerën, a do ishte aq dakord që ajo jetonte me ta? Nuset është janë pak të reja, janë pak më të kaluara, se atë vetë mosha, me kalimin e viteve, gjithmonë njeriu ndryshon, pse peshan. Edhe kur fillon e peshan, gjykon më shumë. Pra këto janë nga përvoja.
Unë për shembull e kam jo pak mosh, edhe dita peshoj me mirë. Dikur edhe unë si të rritë më shumë, kurse sot, ndryshe pak. Jeta na mësoi, shumë na mësoi. Na dha shumë përvojë. Nga aspekti i një marrëdhënie, si është më mirë që një çift i ri të jetojë veçmas apo me prindrit e partnerit ose partnerës? Tani dikur kanë jetuar edhe bashkë edhe jeta ka pas. Po, erdhi jeta e tillë, kështu erdhin kushtet, kështu u poq koha, kështu u krijuan marrëdhëniet. Por u krijuan edhe konditat, pra janë edhe disa gjëra që flasin heshtje. Vetë konditat ta krijojnë mundsi. Kur si ke konditat të gjera, dashje pa dashje. Ama, a është e bukur? E bukur është jenë bashkë. Se, ja, gishtet e dorës, kur jenë gjithë bashkë, dora është me bukur, me fëqishme, jesh i vetëm. Kështu më në nënimet e mija, Po konfliktet, a mund të shmangen më shumë nëse nuk janë Po tjetër, edhe konfliktet, sepse bashkë ka marrëdhënie që bën me njerëzit, me ambientin, me rrethin tënd, me rrethin e mbyllur, me qarkun e mbyllur, pra me njerëzit tuaj, dashje pa dashje, edhe i shmang, edhe i ngacmon. Në përgjithësi, kategoritë e mira, edhe i shmang. A ka dhe ekstreme, që fare nuk përjashtohet. Kështu e menoj unë, kështu e gjykoj unë. thënë që do preferonte më shumë që të jetonte me vjerën se sa të merrte një pastruese nga jashtë shtetit. Çfarë mendoni ju për këtë? Kjo e para më mirë. A nuk duket pak si interes ndaj vjerës për të bërë punën e shtëpisë? Po i ke detyrim asaj si ti me gocët asaj po ke lidhjetën. Më mirë vjerën se sa i shërbëtorë të tuaj. Kështu them unë pa. A i duan nuset vjerat vetëm për të bërë punën e shtëpisë? Vjerat me nuset në përgjithësi, në aren kombëtare, ndërkombëtare se di, po mund ta them me plotëgojën, nuk shkojnë mirë. Për çfarë arsye? Për çfarë arsye sepse është një xhelozi, domethënë që ka vjera me nusen. Edhe nusja vjerën e do nëse ka pension, po s'pat pension nuk e hëfësit me parë. Nuk e hëfësit fare. Si është më mirë që të jetojnë veçmas apo Ma është femina ne rri vetëm qenë veç. Veçia s'ka lizde, s'ka shirjeta. Unë për shumë fëmijës aty dhe ata më majnë më gjallë edhe më duke sigur du më tepër se sa kom dash fëmijët. Jo më duket për i du më të shumë se sa kom dash fëmijët. Që ka vërtet kja që fëmijës që ka mjaltit, si thoshin. ju kujdeseni për niprit? Kujdesem shumë. Kujdesem mjaft, maksimum kujdesem. Nusja, ndoshta e shikon këtë si një lloj favori që i bëhet duke pasur Unë flasë për nusën time, dhe më thënë, s'është si më nusën mënë sa është plak, po në batë fjallën nusë që thuti, dhe më thënë, shko mirë me vjerën. Ka qenë urtë nusë ime, s'ka qenë agresore kështu një fjallë. ndoshta edhe gruaja juaj është treguar tolerante, Po- mirë me nusën? Po, nëna ju i thënë me nusën. Nusja djalë, Po. me gruan tuaj. Mirë shkojnë. Se nëna juaj me nusën tuaj Ka ka shku qenë mirë, ka shku tjetër periudhë, ishte pak ma e impunume si thush. Ashtu. Nëse bëni një krahasim mes gruas tuaj edhe nënës tuaj dhe nusës Aty së do djalit, them unë, aty të mora dhe shpytin, aty do them unë. kush respekton më shumë? Tash mos të di çka kanë zemër ti, po në aren kështu jemi barabartë si thosh. Faleminderit. S'ne të kaloj shumë. Mirupafshim. Preferonte më shumë që të jetonte me vjerën se sa të merrte një pastruese nga jashtë shtetit. Çfarë mendoni ju për këtë? Shumë mirë dhe me vjerën mund të jetonte. Pse? Mënyra se si ajo ka shprehur, ka thënë që mos merrte një pastruese, a nuk duket pak si interes ndaj vjerës si të bëj punën e shtëpisë? Edhe ajo e kështu. A mendoni se nuset i duan vjerat më shumë për interes se sa për dashuritë vërtet për të kujdesur për to? Edhe ashtu dhe kështu. Edhe dyja mund të jetë shumë shtë. Edhe për interes edhe për edhe doset. Doth në një. A mendoni ju se një nuse, nëse do i duhej që të kujdesej për vjerën dhe jo ajo të bënte punët e shtëpisë, nëse vjera do ishte në një moshë të thyrë dhe nuk do kishte fuqi që të kujdesej vetë për veten, do ishte aq mikpritëse? Vjerat gjithmonë janë mikpritëse për nuset. Po nuset Nuset janë qikë... Nuset pse i kejtë mirë.
Kur do ishte Chelsea që edhe Nusa dhe Vjera ishin të dyja me dyert hapur për njëra tjetrën. Ajo është me mira fare. Si mund të bëhet e mundur kjo? Kush e ka në dorë? Vetë kam. Vetë edukato vetë. A është djalja që është si një lloj balance mes të dyjave? Burri është kryesori, djali është kryesori. Po të vendos djali rregulla, ecën mirë familja, s'ka asnjë problem. Kur ka raste që ai nuk di t'ja prishin nënës apo gruas. Tani ai do të dy është midis dy djalësh. I do të dyja faktikisht. Por ama do të zgjedhë, Kujt nuk i prishet kur shefi. duhet ta bëjë të dyja qetin. Faktikisht. Edhe nënës, edhe nusës. Kush mund të vije para nëse i vendos? Unë mendoj se nëna është bazë. Kështu mendoj. Preferon më mirë të jetoj me Vjerën se sa të marrë një pastruese filipineze. Si mendoni ju për këtë? Po në përgjithësi të jetosh me Vjerën do thotë që ti bësh i smet edhe Vjerit, pasi janë të dy bashkë, ha. Po ky konteksti që shikon Rozana që Vjera qëndrojnë në shtëpi, lajt, pastrojnë, gatuajnë, kujdeset për fëmijët. Po është pozitive, po në qoftë se gjendja ekonomike e çiftit të ri është e rëndomt, atëherë Vjeri dhe Vjera bëhen pesh, qoftë për burrin, qoftë për gruan, domethënë në rastin se nëse djali për shembull ka pleq në shtëpi, atëherë i bie që nusja të jetë me Vjerin dhe Vjerën nga ana e burrit. Kurse nëse gruaja merr burrin te shtëpia si kollovar në këtë rast, atëherë bëhet pesh për vetë burrin, po nëse pensioni është i mjaftueshëm për Vjerin dhe Vjerën, atëherë dhe burri dhe grua punojnë, atëherë kalojnë një jetë me harmoni të plot, po në përgjithësi ne shqiptarët i duam si Vjerin dhe Vjerën, ndaj Nusja do e donte më shumë Vjerën dhe Vjerën nëse do ishin edhe në punë që të sillnin të ardhurat në shtëpi. po pyetja është inteligjente, duhet patur parasysh tani se nëse gjendja e tyre ekonomike është e kënaqshme, në përgjithësi shqiptarët i kanë qef domethënë Vjerin dhe Vjerën të qëndrojnë në A shtëpi nuk është ky interes? Po interes vetëm nëse ke fëmijë të vegjël dhe e rrisin, pastaj akti dëshmia e trashëgimisë për Vjerin dhe Vjerën i kalon ose gocës ose çunin në rastin se si varet edhe kjo është domethënë pozitive për ekonominë e tyre në të ardhmen. Ndaj nëse ti sillesh mirë me Vjerin dhe Vjerën, ashtu do ndodhe edhe me fëmijët tuaj, pasi e njëjta kulturë do pasojë domethënë brez pas brezi dhe kështu që është diçka pozitive, pasi siç e the edhe ti fillimisht, për rritjen e fëmijëve domethënë më mirë të marrësh të kesh Vjerin dhe Vjerën se sa një Filipine se ndoshta e shohin të kundërt një babysitter domethënë me pagujtë me qenë qetë. Po në përgjithësi Vjeri dhe Vjera, unë për shembull e shoh Vjerin dhe Vjerën, ata janë përgjes. Kur shkojnë aty, ata kanë kështjellën e kanë kënaqësi domethënë të ndryshme dhe unë ndjem aty si në familjen time dhe kështu që nuk e shoh domethënë një pesh apo një mërzitje nga ana e tyre domethënë për mua dhe kështu që mua më jep kënaqësi sa herë që shkoj te ta dhe kaloj pushimet më të mira në jetë me Vjerin dhe Vjerën. Faleminderit. Gjithashtu.